Përshëndetje, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të podcastit ton Pro Ligj, të hapësirës ton të dedikuar të zbatimit të ligjit praktik. Këtë herë kemi zgjedhur ligjin për të dhënat personale, meqense ka pësuar ndryshime drastike. Kemi ftuar sot zotin Erion Xhepa, avokat, jurist dhe ekspert i të dhënave personale. Erion, mirë se ke ardhur, faleminderit që na ke pranuar ftesën. Faleminderit juve që më keni ftuar dhe jam shumë i kënaqur që jam midis jush sot për të folur për një temë fakt që është shumë interesante për gjithë publikun, po edhe për ne si jurist. Duke qenë se legjislacioni, siç jemi ndjeni gjithë ne juristët, ka pësuar një ndryshim drastik, do doja të kuptoja pikat se ku ndryshon ligji i ri që ka hyrë në fuqi dhe është botuar në fletoren zyrtare në shkurt të 2025-s në raport teknikisht me ligjin e vjetër. Çfarë elementesh të këtij ligji ka ndryshuar që njerëzit duhet i dinë dhe për të minimizuar sa më shumë pasojën dhe për të mbrojtur sa më shumë të dhënat personale? Okej, nëse do më lejoj në fakt, unë do doja të bëja një prezantim pak më të gjerë. Patjetër. Ta filloja nga historiku i pjesës mbrojtjes dhëna personale. Siç dihet, Shqipëria ka qenë një vend i cili deri në fillim të viteve 90 ka qenë një vend, po themi, totalitar, dhe duke qenë se liritë dhe të drejtat themelore të njeriut, një ndër to që është dhe drejta, po themi, për të shprehur, liria e medias, liria e korrespondencës, liria për privatësi, kanë qenë të kufizuar dhe pothuajse nuk ekzistonin. Atëherë mbas viteve 90, më konkretisht në Shqipëri, ka pasur një legjislacion në lidhje me pjesën e mbrojtjes dhënave personale që ka filluar kryesisht mbas miratimit të kushtetutës në vitin 1998. Në momentin e miratimit të kushtetutës, në nenin 35 të saj, saktësohet e drejta për mbrojtjen e dhënave personale. Çfarë është kjo? Kjo do thotë që është një organ, kjo do thotë që është një e drejtë kushtetuese, dhe do thotë në një farë mënyrë një e drejtë e njeriut dhe të gjitha ligjet që vinë në vazhdimsi duhet të jenë në përputhje me kushtetutën. Në vitin 99 ka pasur një ligj për herë të parë, një ligj organik që ka qenë për mbrojtjen e dhënave personale dhe autoriteti, po themi, që kontrollonte apo që ishte rregullator në lidhje me pjesën e mbrojtjes dhënave personale ka qenë avokati i popullit. Për shkak në një farë mënyrë të problematikave të ndryshme, por për shkak dhe të sugjerimeve që ka pasur nga Këshilli i Evropës, ka qenë e nevojshme rishikimi i legjislacionit dhe në këtë kuadër në fakt ligji i cili ka abroguar, po themi, ligjin e vjetër dhe që ka hyrë në fuqi ka qenë në 87/2008 për herë të parë dhe që ka krijuar dhe një organ të ri në lidhje me pjesën e mbrojtjes dhënave personale që ka qenë komisioneri për drejtën e informimit dhe për mbrojtjen e dhënave personale. Ka pasur disa rishikime, të themi të drejtën, sepse Shqipëria nuk është vetëm një antar i Këshillit të Evropës, por në kuadër që kërkon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, atëherë dhe legjislacioni jon lokal duhet rishikuar me legjislacionin evropian në lidhje me aki komunitar, në lidhje me pjesën e të drejtës të Bashkimit Evropian, dhe sigurisht ka pasur rishikime në vitin 2012 dhe 2014. Çfarë kanë bërë këto? Këto rishikime në fakt kanë fuqizuar rolin e komisionerit, por në një farë mënyrë kanë bërë që të jetë edhe më sensitive dhe më e dukshme dhe më e prekshme pjesa e mbrojtjes dhënave personale. Megjithatë, pavarësisht të gjitha këtyre rishikimeve, në vitin 2018 në Europë ka pasur një rishikim të plot të kornizës të mbrojtjes dhënave personale. Dhe kush ishte kjo? Ishte rregulloria e përgjithshme për mbrojtjen e dhënave personale. E vërteta është që si legjislacion është legjislacion dytësor, por Bashkimi Evropian ka dashur që ta aplikonte në mënyrë të drejtë për drejtë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe kjo nuk është si direktivat, e cila kërkon në farë mënyrë të ratifikohet nga vendet përkatëse dhe pastaj në farë mënyrë të bëhet aplikueshme në çdo sistem apo shtet antar të BE-s. Çfarë bëri kjo gjë? Bëri sepse ishte nevojshme dhe shkurtimisht, po themi, rregulloria e përgjithshme e mbrojtjes dhënave personale në Bashkimin Evropian është me akronimin GDPR, që thotë General Data Protection Regulation. Kjo rregullore në fakt lindi standardet më të larta në Bashkimin Evropian në lidhje me mbrojtjen e dhënave personale. Pse themi këtë gjë? Nëse duam që teknologjia të eci përpara, dhe jemi në kohën e 5G-s, jemi në kohën e Internet of Things, jemi në kohën e farë mënyre që po vjen inteligjenca artificiale, atëherë duhet që teknologjia vërtet të eci përpara, por të ketë dhe një legjislacion që e kontrollon këtë gjë. Që mbron, se sëritisht kjo sjell në një drejtim dhe mos ekspozim, po të sjellë edhe një mbrojtje të njeriut, mos të ndihet i shantazhuar. Pse e themi këtë gjë? Sepse në momente të caktuara ndodh që neve jemi pjesë e hakerimit, ndodh që ne jemi pjesë e bullizimit, ndodh që jemi pjesë e krimeve kibernetike. Dhe të gjitha këto, nëse nuk ka masa ligjore, nuk ka një sanksionim, e bën që është e pamundur ose ta kontrollosh, po themi, teknologjinë. Në këtë këndvështrim,
edhe Shqipëria, duke qenë se në fakt nuk ka qenë gati, të themi të drejtën, në vitin 2018, ka dashur të marrë standardet më të larta të Bashkimit Evropian. Dhe çfarë ka bërë? Ka qenë në proces në një farë mënyrë gjithë legjislacioni jon lokal në rishikim që nga viti 2020-2021. E vërteta është që më thënë shumë biznese të mëdha që janë pjesë e korporatave të mëdha e kanë aplikuar që në 2018 të GDPR-in në Shqipëri. Por, për pjesën e korporatave të tjera, ka pasur një panjohuri, mund ta themi. Dhe vetë komisioneri, që është një organ regulator me ligjin e 2008-s, por edhe me ligjin e ri që ka hyrë në fuqi në shkurt të 2025-s tani, aktualisht, duke shfuqizuar ligjin e vjetër, ka bërë një farë mënyre që të sjellë disa të drejta të reja, por dhe disa detyrime të reja. Të drejtat janë më shumë për subjektin e dhënave, dhe subjekti dhëna kur themi është çdo individ, çdo qytetar. Të qëndroj pak këtu, të shkojmë tek pjesa praktike e zbatimit të ligjit të ri. Preke dhe ceke fjalën subjekti të dhënave. Çfarë është subjekti të dhënave dhe çfarë është një përpunuesi të dhënave në koncept të ligjit dhe zbatimit praktik të tij? Kush është subjekti të dhënave? Subjekti të dhënave është çdo qytetar, është çdo individ. Në fakt ligji thotë është çdo individ që ka të dhëna personale. Por nëse do marrim këtë pjesë do të shkojmë te ajo çfarë janë dhënat personale. Dhe nëse do japim interpretimin e ligjit të shkrytjë, të dhëna personale është çdo informacion që ka të bëjë me një individ i cili ekziston, duhet të jetë gjallë, një individ i cili është një person fizik, që mund të themi person fizik, jo që është person i tatuar, por person fizik sipas kodit civil, dhe i tillë që përmban informacion identifikohet në mënyrë të drejtë për drejtë ose indirekt. Dhe janë të tilla të dhëna që kanë të bëjnë me emrin, mbiemrin, kanë të bëjnë me adresën shtëpisë, kanë të bëjnë me postën elektronike, kanë të bëjnë me të dhëna të tjera pak a shumë që jepen në momentin e rekrutimit në një, po themi në një kompani, që neve kemi CV-n tonë dhe që shkruajmë të gjitha këto, që janë dhe pagesat tona financiare. Të gjitha këto përbëjnë të dhëna personale, por në kuptimin e përgjithshëm. Nëse marrim kuptimin që bën ndarje ligji, ka dy momente. Të dhëna personale në kuptimin e përgjithshëm dhe të dhëna personale sensitive ose të dhëna speciale. Vetë ligji e karakterizon që nëse për të parën kemi një mbrojtje ligjore, të e dyta nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtjen ligjore që bën ligji, por ka të bëjë me privatësinë e individit. Pse? Se kur themi dhëna sensitive janë të dhëna që kanë të bëjnë me bindjet politike, të dhënat shëndetësore, kanë të bëjnë me dhënat biometrike, kanë të bëjnë me dhënat gjenetike, kanë të bëjnë me dhënat që merren me pjesën e orientimit seksual, kanë të bëjnë me pjesën besimin, me racën, etnin, të gjitha këto në një farë mënyrë që njeriu priret. Se kur themi mbrojtje dhëna personale, nuk është vetëm diçka që flet për ligjin, por duhet ta aplikosh në sisteme. Që do thotë. Këto sisteme si ngrihen në rion dhe si mbrohen? Sistemet e mbrojtjes së dhënave personale. A ka një person që duhet të jetë person adapt për mbrojtjen e dhënave personale brenda çdo kompanie apo institucioni të administratës publike, i cili përgjigjet për ecurim, për punimin e këtyre të dhënave apo cënimin e këtyre të dhënave personale? Ligji në fakt ka bërë një parashikim të qartë. E ka filluar që çdo shoqëri, çdo person juridik, çdo autoritet publik, çdo agjenci qeveritare, e cila në një farë mënyrë është në kontakt me dhënat personale në mënyrë periodike ose të vazhdueshme, duhet të ketë një person që quhet pikë kontakti, që ekziston ndërmjet institucioni dhe komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale. Por çfarë ndodh? Kjo është në mënyrë përgjithshme. Ajo që në fakt duhet të ketë çdo organizat që vepron dhe që merr të dhëna dhe ku fillon? Fillon që në momentin që në farë mënyrë ata në rolin e punëdhënësit dhe nga ana tjetër është një person që është në rolin e punëmarrësit. Në momentin që lidhet një kontratë individuale ndërmjet dy personave, nuk duhet të ketë vetëm çfarë kemi kushte financiare apo kush është detyrat e tua. Duhet të ketë pse merren këto dhëna. Ku do shkojnë këto dhëna? Si përpunon? Si do ruhen këto dhëna dhe fund fare si do shkatërrohen këto dhëna? Dakor, qëndrojmë pak te kjo sepse besoj që ka interes publik për të kuptuar një proces. Duke qenë se ka punë kërkues të vazhdueshëm, të cilët aplikojnë në kompani të ndryshme dhe bëjnë një rrugtim rekrutimi dhe nuk përzgjidhen. Të dhënat e këtyre personave deri në sa kohë mbahen apo duhet të shuhen nga momenti që nuk përfundohet apo nuk ezaurohet me sukses përzgjedhja e këtyre kandidatëve në një marrëdhënie të rregullt punësimi? Ligji në fakt e ka përcaktuar në mënyrë përgjithshme dhe thot ka një interpretim që thot të dhënat merren, mbahen, ruhen për aq kohë sa është e nevojshme të arrihet qëllimi i kërkuar. A nuk është subjektive kjo? Tani po ta marrësh këtu duhet dalë. Kjo është një gjë që në fakt njerëzit në mënyrë përgjithshme nuk e kuptojnë dot. Por ajo që do të kuptojmë ne si juristë është që dhënat nuk mbahen pambarimisht. Çfarë do thotë kjo gjë?
Duke qenë se në një farë mënyrë ligji nuk mund të shprehet për çdo lloj situate. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh që vetë komisioneri si një organ rregullator në fushën e mbrojtjes dëna personale kërkon dhe del me udhëzime teknike specifike dhe në fakt ka dalur në çfarë fushash? Ka dalë në fushën e medias, ka dalë në fushën e sistemit të video survejimit, ka dalë në lidhje me pjesën e telemarketingut, telemarketingu agresiv, ka dalë në fushën e pjesës shëndetësisë. Dhe të gjitha këto në një farë mënyre kanë bërë që të ketë parashikime apo rregullat të qarta si do merren të dhënat, si do mbahen nga këta që quhen kontrollues, ata që përcaktojnë qëllimin dhe mjetet pse merren dhëna personale nga subjekti i dhënave, dhe në fund fare afatin që sa nevojitë për shkatruar. Nëse do dilja te pyetja juaj, në fakt me udhëzim specifik ose udhëzim teknik me ligjin e vjetër, ka pasur një interpretim dhe interpretimi ka qenë në momentin që një person do kandidoj apo do jetë pjesë e një politike, një procedure rekrutimi, do duhej që të dhënat e tij nëse ai nuk zgjidhet, të dhënat të mbahen jo më shumë se 1 vit nga momenti që ai ka deklaruar të dhëna, që mund të jetë krijimi një llogarie, mund të jetë dërgimi një CV-je, dhe të gjitha këto gjëra duhen zbatuar nga kush? Nga ai që i mori të dhënat. Por si quhet ky sipas ligjit? Quhet kontrolluesi i dhënave. Kontrolluesi të dhënave. Në rastin konkret, ti thej që duhet të mbaj deri në 1 vit këto të dhëna personale, ti përpunoj ti ruaj dhe ka detyrim ligjor për të ruajtur. Me udhëzimin e vjetër, se përshikohet çdo gjë. Okej, udhëzimi i ri përsa i takon kësaj sfere nuk ka dalë ende, se janë botuar në pletorin zyrtare disa nga udhëzimet. Janë 4 udhëzime. Një punëmarrës, a mundet ta përdori CV-n e një individi të dërguar para 1 viti? Po, një punëdhënës, më fal, a mundet që ta përdori një CV, ta ritelefonoj këtë individin për ta ftuar sërish në intervistë, edhe pse ky ka 1 vit kalendarik që i ka depozituar CV-n, pranë kësaj kompanie dhe normalisht mund mos ketë më interes fare për të qenë. E vërteta është që ligji në fakt nuk është në farë mënyre që është mirë të jetë kështu. Ligji është urdhërues në këtë pjesë. Që do thotë, nëse ti, siç thamë më parë, e arritë qëllimin pse i morë të dhëna, sepse ti do doje ta rekrutoje, po ky proces nuk është për gjithmonë, është vetëm një rast i caktuar. Atëherë në momentin që nuk e ka arritur qëllimin, ose e arrite sepse e more në punë, vjen pjesa tjetër që duhet ta shkatrosh. Nëse personi do ishte pjesë e shoqërisë kompanisë përkatëse, dhe sigurisht do duhet ishte pjesë e dosjes së tij pranë burime njerëzore, atëherë kjo është një gjë që jemi dakord dhe jemi në plotësim të ligjit. Por, nëse dhe për një moment do mendonim që ky person, për arsye të ndryshme, për mirë ose për keq, do largohej nga kjo shoqëri, ligji dhe kodi i punës vet është taksativ në këtë pjesë dhe thotë, të dhënat personale nuk mbahen më shumë se 3 muaj nga momenti i largimit. Ka dhe një interpretim tjetër që saktëson që duke qenë se ka parashikime dhe mund të ketë procese gjyqësore apo po themi detyrime financiare të ndryshme, kjo mund të jetë deri në 3 vite nga momenti i largimit, që është pjesa sanksionuese në eni 202 i kodit punës. Sa zgjat ligjërisht procedura? Në rastin e udhëzimit për video survejimet, që është edhe një tjetër pikë kritike dhe detyrim sipas udhëzimit dal nga komisioneri në pletorin zyrtare, është detyrimi subjekteve që survejojnë ambientet e tyre të ushtrimit të aktivitetit me kamera. Si është detyrimi ligjor për sa i takon kësaj, përveç asaj fletës që duhet çdo subjekt që ka kamera në ambientin ku ushtron veprimtari, cila është mënyra e përpunimit të këtyre të dhënave, sepse shpesh kompanitë në fakt kanë kontraktuar një kompani sigurimi apo për kamera dhe kanë një marrëveshje ligjore me këto kompani. Dhe këto logjikisht duhet të kenë detyrimin, por ndodh për shembull nga praktika që shpeshherë ndodhin aksidente rrugore apo ngjarje të ndryshme juridike dhe organet, prokuroria apo policia kërkojnë kamerat pa ezauruar atë rrugtimin ligjor që të bëjnë një shkresë zyrtare tek subjekti, thonë e kemi emergjente, tani duhet që ta zgjidhim dhe na duhen kamerat e subjektit tuaj. Si të veprojë subjekti në këtë rast? Unë do flas pak gjërë që të bëhet e kuptueshme, jo vetëm për ne, po edhe për publikun që do na dëgjojë. Ajo që mund të themi është që në prill të 2025-s pati një vendim nga komisioneri në lidhje me rishikimin e udhëzimit për sistemin e video survejimit. Çfarë është kjo gjë? Kjo konsiston në farë mënyrë ajo që themi ne Big Brother, po na vëzhgon kamerat. Mirë po ligji në fakt sanksionon një gjë. Nëse do vendoset sistemi i video survejimit, sistemi i kamerave, duhet vendosur për 2 arsye. E para, për të ofruar sigurinë e jashtme ndërtesave, sepse në momentin saktuar e ketë pamundur ta monitorosh me individ saktuar, sepse koha mund të jetë shi, mund të jenë shumë gjëra, e pash ishte me kapele blu apo ishte me kapele bëqelli,
dhe për mos u bërë subjektive, çfarë del në kamera, sigurisht njeriu shikon dhe është e drejtë për drejtë. E dyta, për të ofruar sigurinë e brendshme të njerëzve që janë brenda këtyre ndërtesave. Pse e themi këtë gjë? Në vende po themi në organizata të mëdha që mund të jenë po themi open space, mund të jenë 30 veta, 40 veta në një fasoneri, mund të jenë po themi 100 veta. E vetmja mënyrë për të kuptuar që ndodhi një aksident në vendin e punës, e vetmja mënyrë për të pasur që pati një ngacmim seksual apo pati një goditje për shkak të detyrës, është nëpërmjet sistemit të videokamerave. Mirë po ligji sanksionon diçka. Kamrat nuk mund të vendosen kudo. Kush është perimetri deri ku pranohen? Kamrat duhet vendosur në vende të tilla, nuk vendosen në vende të tilla po themi si dushe, tualete, dhoma xhveshje. Nuk lejohet të vendosen në dhoma ngrënie. Nuk lejohen të vendosen kamerat me audio, sepse në një farë mënyrë ato quhen dhe si përgjim ambiental të vendeve, po themi që është ndaluar. Dhe në një farë mënyrë kjo është dhe një kundravajtje penale që parashikuar nga kodi penal, që është ndërhyrje pa drejtë në jetën private e një personi. Nuk lejohet vendosja kamerave, po themi sipas interpretimeve që ka pasur ligji në ascensore, përveç rasteve që ka të bëjë me qendra tregtare, sepse janë vende që ofrojnë një siguri publike të madhe, mund të futet dikush dhe thotë parat, ndryshe thotë do ju vras të gjithëve dhe aty mund të jenë 20 klient brenda një ascensori. Nuk lejohet vendosja kamerave në godina që janë po themi qendra banimi, pallate, nëse nuk kanë miratimin e 3/5 të asambles të pronarëve të kësaj godine, që mund të jenë si shërbimi, po mund të jenë dhe apartamente banimi. Të gjitha këto në një farë mënyre janë interpretime. Madje udhëzimi sanksionon dhe këtë, që dalim të ajo pjesa. A mund bëhen pambarimisht, po themi pjesa e pamje filmike? Jo. Ligji sanksionon që periudha e mbajtjes minimale mund të jetë nga 2 ditë deri në 30 ditë. Përpara ka qenë deri në 60 ditë. Por këtu nuk futen regjistrimet që mund të kryen organet hetimore, organet gjyqësore, organet e policisë shtetit. Kjo nuk gjen zbatim në këto raste. Ajo që dua të them tjetër është kjo, meqense te pyetja ishte një pjesë që a mund t'i japim sepse dikush ndodhi një aksident dhe po themi pallati përballë ka 3 kamera të drejtuara. Ata evidentojnë këto kamera dhe ligji ka sanksionuar 2 momente. Kamerat mund vendosen për pjesën e qëllimit sigurisë, por në rastin konkret nga individët nuk mund të vendosen në një drejtim që të bëjë një monitorim të gjithë territorit që është publik, që mund të jetë privat, që mund të jetë shtëpia dikujt. Sepse ky në një farë mënyre hyn te ajo pjesa e monitorimit të pakërkuar dhe që ligji nuk i ofron mbrojtje atij individi. Por ndodh rastësisht që në fakt organet, po themi, të policisë shtetit kërkojnë kamera dhe nuk e kërkojnë më tej tutjen? Ndodh. A ndodh që kemi shkelje në mënyrë të përditshme? Ndodh. Vetëm ka dhe një gjë tjetër. Ligji në të vërtetë kur shtrihet në një lloj mbrojtje, shtrihet më shumë tek ata individ që janë pjesë e këtyre godinave. Por nëse do ishte një shtëpi private, ligji në fakt nuk gjen zbatim, sepse ka dhe një pjesë tjetër, mund të gjej zbatim, pjesërisht, po këtu hyn organet e policisë shtetit, jo pjesa e komisionerit, vetëm në ato raste kur monitorimi që ai bën nuk vetëm ambientit të tij, por dhe të rrugës ku njerëzit mund të kalojnë në mënyrë masive, që në një farë mënyrë monitoron lëvizjet e personave. Po themi, doli në mëngjes në orën 6 mëngjesit, erdhi në orën 10 hëngri buk, pastaj vajti në shkollë dhe në darkë takoi ku diun shokun apo shoqen e tij. Të gjitha këto, duke qenë se bëjnë me monitorimin e një personi caktuar, ligji në fakt ofron mbrojtje dhe këtu mund të ndërhyjë komisioneri, por është pak me 2 pjesë, sepse nëse shkon te komisioneri thotë, a ka bërë monitorim jashtë territorit? Nëse nuk ka bërë jashtë, atëherë do të flasësh me organet e policisë shtetit. Kur janë vetëm po themi shtëpi private, shtëpi banimi, jo godina të mëdha siç janë pallatet. Në rastet e ankimeve që qytetarët apo edhe vetë subjektet mund të adresojnë te komisioneri, si i merr ky i fundit vendimet ligjore dhe ku mund të ankimohen vendimet e komisionerit? Ka 2 mënyra në fakt që qytetarët mund të ankohen. E para njëherë të ankohen drejt për drejt tek po themi organi publik apo po themi personi juridik, kompania, shoqëria në të cilën ata i kanë dhënë këto dhëna personale dhe që nëse i kanë dhënë për herë të parë për një qëllim caktuar që mund të jetë për shkak të një kontrate, për shkak të ligjit sepse ligji kërkon, apo për shkak po themi sepse kjo është për qëllim e biznesit për të marrë ku diun një ofertë të dedikuar, në këto raste duhet i drejtohet drejt për drejt këtyre po themi kompanive apo organeve. Dhe këto sipas ligjit, këto organe apo po themi persona juridik duhet të kenë një person të dedikuar
në lidhje me kthimin e përgjigjeve. Sa është afati? Ligji ka sankcionuar që është nga 1 deri në 30 ditë nga momenti i marrjes së kësaj ankese. Por në momentin e ankesës, apo në momentin që po themi duhet dhënë përgjigja për një subjekt caktuar, bëhet analiza dhe në fund fare nuk është patjetër që do të jetë ditë 29, vetëm nëse kërkon involvimin e strukturave të veçanta brenda një organizate, që do duhet sigurisht të bëhet një hetim i posaçëm dhe jepet një përgjigje. Por përgjigjja duhet të jetë e tillë që të jetë e kuptueshme, e lexueshme, me gjuhë bazike që kuptohet në një gjuhë në farë mënyre sa më praktike që vetë subjekti të dhënave ta kuptojë çfarë po merr si përgjigje. Tani çfarë ndodh? Në momentin që një subjekt merr një përgjigje nga kontrolluesi i dhënave dhe ai nuk është dakord me këtë, për shumë arsye, nuk do donte sepse nuk e zgjidh në themel, atëherë ai drejtohet Komisionerit për mbrojtjen e dhënave personale. Komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale e merr rastin në shqyrtim dhe i dërgon kërkesë për informacion kontrolluesit përkatës. Dhe i thot, me fjalë përgjithshme, çfarë ke bërë për këtë rast? Dhe kontrolluesi është detyruar të japi çdo lloj informacioni në lidhje me këtë çështje, si ka vepruar dhe si ka qenë vendimarrja e tij, dhe nëse është bërë brenda fateve ligjore apo jo. Në momentin që merr këtë informacion, atëherë komisioneri vendos a duhet ta vazhdojë hetimin, apo është i nevojshëm përgjigjja që ka marrë dhe t'japi një përgjigje subjekt të dhënave. Nëse mendon që duhet bërë një hetim, atëherë vjen për inspektim pranë kontrolluesit për ta parë këtë gjë si ka ndodhur në të vërtetë. Nëse mjaftohet sepse dokumentat janë në farë mënyre të plota për atë që situatë është krijuar, atëherë ai vazhdon me vendimarrjen e tij. Vendimarrja bëhet gjithmonë duke pasur dhe një seancë dëgjimore ndërmjet kontrolluesit të dhënave dhe subjektit të dhënave që është ankuesi. Me prezencë të komisionerit. Dhe kjo në fakt në momentet e caktuara mund të jetë dhe një seancë publike. Varet nëse palët janë dakord në lidhje me këtë gjë. Dhe në fund fare del me një vendimarrje, të gjitha vendimarrjet që merr komisioneri, në fakt, kjo duhet të thënë, janë publike, që do thotë publikohen në faqen zyrtare të tij, dhe është një gjë që të gjithë njerëzit mund të konsultohen dhe mund të jenë në dieni që çfarë ka ndodhur. Do me thëmë, praktikisht, publikimi i vendimeve të komisionerit qartëson, le të themi, të gjitha ata subjekte të të dhënave cilët mund të gjenden përballë të njëjtit rast. Dhe kam përshtypjen që praktika... Nëse janë situata të ngjashme. Po, situata të ngjashme që ngjajnë elementët dhe e kuptojnë dhe çfarë ndodh nëse subjekti ku kërkohen të dhëna nga subjekti të dhënave nuk i kthejnë përgjigje. Mund të adresohet ai direkt komisionerit mbas kalimit të afatit 30 ditor? Po, atëherë, asnjë njeri, po themi, ose ligji nuk e ndalon që të shkosh drejt për drejt te komisioneri. Nuk do të detyrimisht e ndonjëherë mund të sjellë këtë problematikën që çdo gjë mund zgjidhet edhe pa vajtur te komisioneri. Dhe në momentin që i drejtohesh komisionerit, atëherë sigurisht që kontrolluesi do vihet në lëvizje. Por mund të marrësh përgjigjen që u zgjidh drejt për drejt. Dhe kjo në një farë mënyrë involvon tre palë. E para njëri involvon komisionerin dhe sigurisht që ka të bëjë jo vetëm me resurse financiare, por edhe resurse në burime njerëzore, sepse do investigohen inspektorë caktuar që do merren, do harxojnë një kohë të dedikuar, dhe nga ana tjetër është dhe pjesa e kontrolluesit që do bëjë detyrën e tij sipas ligjit, por sigurisht edhe sipas politikave e procedurave që mund të ketë një organ publik apo një organ, po themi, juridik. Të gjitha këto mund të bëhen nëse ata të kanë miratuara. Mund të adresohet. Mirë, por çfarë ndodh? Vendimarrja e komisionerit, këtë dua ta saktësoj, nuk është përfundimtare. Që do thotë, nëse bëre një ankim tek kontrolluesi. Morë një përgjigje, nuk është përgjigje që ju do donit, apo nuk është ajo që e zgjidh situatën. I adresohesh komisionerit. Komisioneri e merr shqyrtim dhe mban të njëjtin qëndrim që ka kontrolluesi sepse mendon që është në përputhje me ligjin. Prap ju nuk jeni të kënaqur si subjekti i dhënave. Atëherë çfarë bën? Ju i drejtoheni gjykatës, që do thotë vetëm gjykata e zgjidh në themel një çështje në lidhje me pjesën e mbrojtjes së dhënave personale. Dhe gjykata nuk zgjidh vetëm këtë pjesë, zgjidh dhe një pjesë tjetër që ka të bëjë me dëmshpërblimin që i jepet një subjekti të dhënave. Si varion masa e dëmshpërblimit në raport me llojin e shkeljes, për shkallëzimin e saj, nga praktika, cila është masa e dëmshpërblimit që paguajnë subjektet e përpunimit të dhënave në rastet e shkeljeve, kur gjykata konstaton se ka shkelje të ligjit? Atëherë, duhet thënë diçka. Dëmshpërblimi në lidhje me pjesën e një dëmi që mund të ketë ndodhur për shkak të shkeljes të dhënave personale nga një kontrollues i dhënave apo nga një përpunues i dhënave personale, që do thotë kontrolluesi ja ka deleguar një palë të tretë kryerjen e këtyre detyrave që i ka dhënë subjektit dhënave,
nuk ndodh në rrugë administrative. Kjo ndodh vetëm nëpërmjet një vendimarrje nga gjykata. Gjykata ka diçka. Në momentin që bën interpretimin për të dhënë një dëmshpërbim caktuar, që është po themi financiar, shikon disa pjesë. E para njëherë dëmin moral, psikologjik, ekonomik, financiar që mund të jetë shkaktuar individit. Mirëpo jo çdo subjekt i dhënave në të vërtetë është njësoj, që do thotë ka subjekte që janë individ qytetar të thjeshtë. Ka subjekte që janë njerëz publik. Dhe në një farë mënyrë që do thotë një lajm i vërtet apo i pavërtet që mund të dali, ku diun, po themi për një këngëtar që është i famshëm dhe mund të ketë, ku diun, po them 1 milion ndjekës në Instagram. Dhe në momentin që del ky lajm i vërtet apo i pavërtet, ai mund të ketë një humbje, po themi prej 200.000 ndjekës. Atëherë çfarë ndodh? Ai ka dhe një humbje financiare. Po kjo është e prekshme, e dukshme, dhe kur shkon gjykat, kjo është dhe e matshme dhe ka një udhëzim specifik, ka dhe një ekspert teknik që do bëj llogaritjen e këtyre gjërave. Në lidhje me individi, kjo në fakt është pak më e vështirë. Individin e thjeshtë. Por gjithmonë interpretimi i ngelet një eksperti teknik sipas një rregullore specifike dhe që bëhet fundfare që pra nëse te individi është çështje morali, profesionaliteti, kur bëhet fakti publik, kjo merr për masa të tjera. Sigurisht. Erion, të falenderoj shumë. Faleminderit ju. Për pjesëmarrjen tënde, sepse mendoj që audienca i kishte të nevojshme këtë vlerësimin e ligjit të ri për të dhënat personale. Ju lutem, konsultoheni gjithmonë me profesionist për sa i takon kësaj sfere, sepse edhe sanksionet që ne nuk arritëm dot t'i preknim janë goxha më të larta në raport me ligjin e vjetër. Faleminderit.